Prindër, fëmijët e secilit prej nesh kanë nevojë më shumë se kurrë për dashuri, përqafime dhe mbështetje morale. Një fëmijë i sigurt nga brenda nuk ka nevojë të bullizojë askënd kur del jashtë në shoqëri. Por mos harroni, fëmijët kryesisht nuk mësojnë nga fjalët, por nga shembulli që kanë brenda shtëpisë. Kështu që në rast se ju zgjidhni të komentoni apo të flisni për dikë, qoftë edhe një personazh publik, ju lutem zgjidhni fjalët e duhura dhe mënyrën e duhur të shprehurit. Një fëmijë që rritet nga brenda shtëpisë me respekt dhe dashuri do të falë të njëjtin model edhe jashtë. Pra do të jetë empatik dhe suportues në shoqëri me shokët dhe shoqet e tij të klasës, ndërsa një fëmijë rritur mes bullizimit të njëjtin model do marrë me vete edhe jashtë. Prindër të dashur, në rast se gjendeni në një situatë të tillë me fëmijët tuaj, ku ata pa dashje janë pjesë e këtij ambienti toksik komentesh negative, ju lutem merrni masa të menjëhershme. Flisni me fëmijët tuaj, i dëgjoni ata për problematika që i shqetësojnë dhe punoni me vetbesimin e tyre për ta përmbysur realitetin që përshfaqet nga moshatarët e tyre dhe për ta dashur dhe përqafuar jetën me respekt dhe vlerësim. Problematikën e fëmijës tuaj paraqiteni menjëherë në shkollë dhe shkolla është e detyruar ligjërisht të marrë masa kundër bullizimit. Kërkoni ndihmën e psikologut të shkollës së fëmijës tuaj për të trajtuar rastin që fëmia po kalon, qofshin këto ndjesi, emocione apo mendime jo të mira. Është detyrë e secilit prej nesh për të qenë modeli i parë i sigurisë, i respektit dhe i dashurisë për fëmijët tanë. Sepse një fëmijë i dashur dhe i mbrojtur sot është një i rritur me dinjitet dhe respekt nesër.